Partia Demokratike do të mbledhë të shtunën Kuvendin Kombëtar, organin më të lartë vendimarrës të saj, në një moment që shënon riorganizimin e strukturave të brendshme dhe përcaktimin e linjës politike për vitet në vijim. Kuvendi zhvillon në sloganin ripërtëritje dhe sipas drejtuesve të partisë, synon modernizimin e Partisë Demokratike, hapjen ndaj figurave të reja dhe forcimin e strukturave organizative në të gjitha nivelet. Punimet e kuvendit nisën në orën 10 dhe hapja i tij do të bëhet nga Irisa Bajaziti, përfaqësuese e diasporës shqiptare në Bruksel, e cila ka qenë kandidate e Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare. Më pas pritet fjala e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili pak ditë më parë mori votbesim për të drejtuar partinë deri në vitin 2030. Në fjalën e tij, Berisha pritet të prezantojë vizionin dhe strategjinë e opozitës përballë Partisë Socialiste dhe për zgjedhjet lokale të një viti më vonë, si dhe për zgjedhjet parlamentare të vitit 2029. Pas diskutimeve, delegatët do të votojnë ndryshimet statutore. Kundër pikat kryesore parashikohet përfshirja më e gjerë e diasporës dhe struktura drejtuese dhe rritja e përfaqësimit të grave në forumet e partisë. Kuvendi konsiderohet edhe si një proces zgjedhor i brendshëm, ku 1500 delegatë do të zgjedhin 200 anëtar të rinj të Këshillit Kombëtar, organ që më pas do të përcaktojë kryesinë, sekretarin e përgjithshëm, nënkretarët dhe drejtues të tjerë të partisë. Në përfundim të kuvendit pritet të qartësohet edhe nëse drejtimi i Partisë Demokratike do të vijojë në të njëjtin ekip apo do të ketë ndryshime në strukturat kryesore drejtuese në përballjen e ardhshme politike me mazhorancën.